Pavarësisht strategjive të miratuara ndër vite, lumi i Lanës vijon të mbetet ndër më të ndoturit në vend. Këtë tregon edhe auditimi i fundit i kontrollit të lartë të shtetit, i cili ka monitoruar masat e ndërmarra nga institucionet përgjegjëse për eliminimin e derdhjes së ujrave të ndotura urbane në Lanë. Sipas raportit, aktualisht rrjeti i kanalizimeve të Tiranës shkakton drejt për drejt ujrat e zeza dhe të patrajtuara në Lanë, ndërsa Bashkia Tiranë dhe Ujësjellës Kanalizime Tiranë nuk kanë kryer investimet e duhura për përmirësimin e këtij sistemi, i cili ka rreth 85 pika shkarkimi që derdhen në lumë. Situata rëndohet edhe më tej nga fakti se impjanti i trajtimit të ujrave të ndotura në Kashar, i cili ka kushtuar miliona euro, mbetet jashtë funksionit që prej vitit 2018. Qyteti i Tiranës, me mbi 800.000 banorë dhe një nga 7 qytetet më të mëdha në gadishullin e Ballkanit, nuk ka asnjë trajtim të ujrave të ndotura urbane. Niveli i mbulimit nga impjantet e trajtimit të ujrave të ndotura urbane është 0%, në kundërshtim me kërkesat e Direktivës së Bashkimit Evropian 91/271 EEC, që kërkon një mbulim minimal prej 85% për qytetet më me shumë se 10.000 banorë. Monitorimet e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit tregojnë se Lana klasifikohet në mënyrë të përsëritur në klasën V, gjendje e keqe, me nivele mbi normë të ndotzve si amoniaku, fosfori dhe nevoja biokimike për oksigjen, çka përbën rrezik për shëndetin publik dhe mjedisin. Megjithatë, monitorimi nga AKM është kryer vetëm në 2 nga 4 stacionet e parashikuara në vitet e fundit, dhe gjithashtu nuk ka raporte vjetore. Edhe në ato të dhëna që vijnë nga institucioni, mungon ndarja e ujrave në ujra të ndotura urbane që vijnë nga banesat, institucionet publike dhe bizneset, ujra të ndotura shtëpiake, pra që vijnë kryesisht nga elektroshtëpiaket, lavamanët, si dhe ujra të bardha, pra që mlidhen nga shiu dhe rrjedhjet sipërfaqësore.